Atëherë, në politikën shqiptare kemi shumë aksione kohët e fundit, ku Partia Socialiste po ristrukturon drejtuesit e qarsheve dhe Kryeministri Edi Rama po vendos kushte për rigatindimin e kryebashkiakëve, ndërkohë që nga ana tjetër opozita dhe Partia Demokratike përgatiten për zgjedhjet e ardhshme me protesta dhe kandidatura të reja. Atëherë Rama s'po e lëshon ballukun pavarësisht presionit të ndërkombëtarëve. Cilat do të jenë pasojat që do të bien mbi të? Nuk ka pasoj, në demokraci zonjë nuk ka pasoj. Pasoja vjen vetëm nga zgjedhjet e lira. Pyetja bëhet kush e ka shumicën aktuale politike, e kanë socialistët. Po si dalin sondazhet, ato që kanë bërë ndërkombëtarët e lartë, na kanë thënë që sondazhet dalin pothuajse kështu. Do të thotë që opozita nuk ka shpresë. Dhe s'ka se si të ketë shpresë për të fituar, sepse kryetari i saj është ndërgata në Amerikë. E kemi thënë gjithë ato herë. Ky është fati i Partisë Socialiste. Atëherë të shtunën, Partia Socialiste gjatë asamblesë kombëtare të zhvilluar në Durrës, Edi Rama mori disa vendime të rëndësishme për strukturat politike të Partisë Socialiste, ku Elisa Spiropali, Benet Beci, Eduard Shalsi dhe Mirjana Saku janë larguar nga detyrat e drejtuesve politik në qarshe dhe do të marrin role të tjera brenda Partisë Socialiste. Çfarë ju thot ky vendim? Si e komentoni? Ja, politika moderne në një pushtet të gjatë politik që ka një parti, bën qarkullimin. Është nevojë e domosdoshme e suksesit. Sepse politika ka një arsye njësoj sikurse edhe letërsia. Përsëritja krijon vakum mendor. Dhe kjo vjen kur lideri ose ai nënpunësi i lartë që drejton një rreth ose një qytet, duhet gjithmonë të jetë në nivelin e lartë të elokuencës dhe të krijimit të ideve të reja. Në qoftë se nuk ka këto, nuk mund të ri atje se nuk e lë kryetari i partisë ose kryeministri. E kjo kështu po ndodh edhe në Shqipëri. Edhe kështu ka ndodhur herë tjera. Me këto lëvizje, a sheh që është dobësuar figura e Ballukut apo ajo mbetet aty por disi më në hije? Në politik nuk pyetet, flasim për Partinë Socialiste, tani njësoj sikurse për një parti tjetër të madhe në Perëndim, që ka fituar zgjedhjet. Gjithmonë flitet ku është në funksion ose në raport me opinionin publik figura e kryeministrit dhe si janë sondazhet në lidhje me partinë. Ajo i ka akoma të larta, kështu që kundërshtari ende nuk ka shpresë. Thuhet që Balluku ka pasur një superfuqi dhe mbase me të drejtë në rrjetin e drejtorëve të varësisë, siç janë portet dhe derivate të tjera. Mendon se do të ketë arrestime të tjera në vijim për dosjen e saj, pasi gjithë ata që kanë firmosur, si për shembull Piro Vengu, ish drejtori i portit të Durrësit dhe ish ministri i mbrojtjes? Nuk mund të themi gjë sepse ajo është çështje SPAK. SPAK-u zonjë ka mbështetje të madhe ndërkombëtare, edhe si ekspertizë, dhe respekton ligjin deri në maksimum. Se çdo bëj SPAK-u nuk e dim, por që SPAK-u nuk bën shkelje. Deri tani s'ka bërë asnjë shkelje. I ka gjithë pandehur këta, me salije, me tërë. Po të shikojmë se si do të vijojnë ngjarjet
e luftës antikorrupsion në Shqipëri. Ajo është thelbësore në zhvillimin ton kombëtar, sepse korrupsioni i lartë shtetëror na ka bërë dëme të mëdha historike. Por shenjat janë që për faktin që SPAK-u drejtohet në ndërkombëtarët dhe është një organizëm juridik gjyqësor dhe hetuesor që ka dalë për eliminimin e korrupsionit, unë vazhdoj të kem shpresë që do eliminohet forca e korrupsionit në Shqipëri. Po gjatë asamblesë së Partisë Socialiste të Shqipërisë në Durrës, Edi Rama foli dje edhe për çështjen e referendumeve dhe çfarë planifikohet në të ardhmen në këtë fushë. Referendumet në Shqipëri janë një mënyrë që qytetarët të shprehen direkt për çështje të rëndësishme kombëtare, por nuk janë përdorur shpesh që nga 1998 kur u organizua i fundit për miratimin e kushtetutës së re. Cila mund të ishte një temë që do të volitej sipas jush mendimi i qytetarëve? Referendumi është në favor të demokracisë, për çështje të mëdha, kupton. Dhe këtu ka qenë i ngrirë. Ja kanë vënë në memorie ose në diskutim, ja ka vënë në memorie ose në diskutim ekspertiza e lartë perëndimore ose BE-ja, Ramës kjo s'ka rëndësi. E rëndësishme është që ajo duhet bërë. Të shikojmë të fillojnë në referendumet për çështjet e mëdha, referendumet për çështjet e mëdha në një shtet demokratik forcojnë demokracinë në një krah dhe ngërën lart në nivel optikën ose logjikën demokratike të shoqërisë. Kohët e fundit disa media po shprehen për vizitën e ambasadores së SHBA-s në Greqi me idenë që asaj është dorëzuar një tjetër pasuri e shqiptarëve për të shfrytzuar nikelin dhe kobaltin në Bilisht. Po ç'po nga ajo vajtë në Greqi? S'ka lidhje. E para që. E dyta, Shqipëria është antare, ka preferencë të madhe për BE-n, drejtohet nga strukturët e Bashkimit Evropian dhe ka aleancë të madhe me Washingtonin. Është e garantuar nga gjitha drejtimet, nuk e zhvat dot njeri, vetëm në qoftë se tradhton interesin kombëtar qeveria shqiptare me kryeministrin e saj. Shenja të tilla nuk kemi. Rama tha se kryebashkiakët që duan të rikandidojnë duhet të përmbushin disa kushte, duke përfshirë realizimin e projekteve të rëndësishme, siç është kontrata e paketës së maleve dhe bashkëpunimet e suksesshme në qeveri. Ama nga ana tjetër, 40 bashki nga 61 janë me një proces të hapur në SPAK, kryesisht për favorizim të kompanive në tendera. Si do të shkojë Rama në zgjedhjet e 2027-s me gjithë këto probleme? Ata janë probleme pushtetit gjyqësor, nuk janë probleme të Ramës. Rama duhet të respektoj dhe e ka deklaruar që respektoj konceptin demokratik që është i pa diskutueshëm, që i pandeori ose i akuzuari prezumohet i pafajshëm. Pa një vendim gjyqësor, asnjë kryeministër në botë nuk e heq nga posti një ministër ose një personalitet të lartë në qoftë se nuk është bërë gjyqje dhe nuk ka një vendim gjyqësor të formës prerë. Sepse në rast se Rama ose një kryeministër do vepronte kështu, do të thonë që është aguridh. Dhe se çfarë ndodh? Po në rast se o merr pafajësinë, në rast se o merr pafajësinë zonjë, duhet të kuptojmë në perëndim kryeministri jep dorëheqjen. Kjo është e gjitha. Prandaj nuk mund të goditet tot përpara se sa vendimi penal që e ka dënuar
nuk ka marrë formë e prerë. Shkojmë tani në kampin tjetër, në atë të opozitës. Çfarë do të prodhoi protesta e dieshme e Berishës? A të duket ai në delir dhe i gatshëm që nëpërmjet këtyre xhirove që bën në bulevard të mbajë gjallë Ramën edhe ta mbajnë akoma në pushtet? Ja, nuk punon për Ramën, ai kërkon të mbaj veten në pushtet dhe me anë të kësaj frenon kundërshtarët e tij në Partinë Demokratike. Por çështja është që ata kundërshtarët e tij që kanë Partinë Demokratike dhe nuk kanë forcë, 2-3 personalitetet të tyre, nëse do janë në krye të Partisë Demokratike, e mundin Ramën në zgjedhjet e ardhshme. Qoftë dhe në zgjedhjet lokale që po vinë. Ata nuk e bëjnë dot. Po ta bëjnë, por po Saliu nuk ka interes në partisë. Ka interesin e vetë personal se është i akuzuar penalisht dhe po vazhdojnë gjyqi i tij i akuzuar për korrupsion. E kuptoni ku jemi? Ka një krizë në opozit që është në favor të majorancës. Po kush e mban krizën në opozit? Berisha. Po pse nuk të riqet? Nuk e lë interesi ti. Po gjykata, pse nuk e jep vendimin? Si do të dënoj Saliu, do ta dënoj apo do t'japi pafajësi? Të tëra këto janë gërçe që i kanë administratat dhe pushtetet gjyqësore që nuk kanë formim të fuqishëm demokratik në lidhje me drejtësinë dhe historinë e kombit që përfaqësojnë. Ka disa emra deri tani për kreun e Partisë Demokratike, si Alesia Balliu, Evi Kokalari apo Saliani përpara Berishës. Si të duken këto emra? Të janë të mirë, po Kokalari është më e forta. Kam përshtypjen që edhe Rama Kokalarin ka frikë. Është familje madhe, ka pozicion të madh historik, dhe ka dalë në politik me aksionin e vet dhe për krahasjen e shtresës së saj. Të shikojmë se ç'do ndodhi, nuk mund të flasim dot paraprakisht. Zhvillimi ku para pak ditësh qeveria miratoi në parlament rezolutën për Iranin e shpalli shtet sponsor të terrorizmit. Po e kanë favor ose jo? Po, ne ishte detyruar këtë shpallte. Ne jemi shteti NATO-s, do të thënë Shqipëria është shteti NATO-s dhe është në rangun e parë të rrathëve për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Do natyrisht do respektoj frymën e BE-s dhe të Washingtonit. Pa jemi negati për këtë, a mund na përkthehet në bumerang kampi Mujahedinëve në Manz? Ja, kampi Mujahedinëve në Manz s'ka se kthehet për bumerang, se s'na kërcënon dot njeri se ne jemi në NATO. Por ajo e di politika pse i ka marrë dhe ta thash që politika jonë është shumë e lidhur me politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në funksion të kësaj zone. Shikojmë çfarë do ndodhi, duhet të presim. Fantazia nuk e rrezon dot faktin. Por fakti që vlerëson fantazinë për një gjykim politik dhe ai që ka dhënë mbas këtij vlerësimi del qesharak. Prandaj do të presim. A rrezikon rajoni dhe Shqipëria nga përhapja e mëtejshme e këtij konflikti, duke pasur parasysh dhe faktin që sistemet shqiptare janë akëruar disa herë nga Irani? Nuk ta kuptova edhe një herë. Do të thënë,
duhet të analizojmë çështjen ku janë marrëdhëniet e Shqipërisë me Iranin sot. Nuk janë ashtu siç kanë qenë. Po sistemet shqiptare janë hakeruar disa herë nga Irani. Po le të hakerohen, s'ka nevojë le të hakerohen. Por çështja qëndron që ne kemi mbrojtje të madhe, ju e dini. Prekja e Shqipërisë ka prekur NATO-n. Ka marrë fama që nuk na kanë fuqitë e mëdha, sidomos Washingtoni, e pastaj edhe forcat e mëdha të Bashkimit Evropian nuk na kanë pranuar kot në NATO. Na kanë pranuar për pozicionin ton gjeopolitik, që jep historisë së perëndimit ndihmë të madhe. Mbajeni mend të.